komunat dhe kryetarët e komunave janë dera e parë ku qytetarët ankohen. Në këtë rast janë ankuar edhe për mundësinë e rritjes së çmimit të energjisë elektrike, e cila do të ndikojë në koston e jetës së qytetarit të Republikës Kosovës. Neve gjatë këtyre viteve të fundit kemi pas ngritje të tatimit në pronë, si pasojë e rivlerësimit e cila ka qenë e bërë nga Ministria e Financave. Pastaj vitin e kaluar ka filluar për herë të parë edhe tokat bujqësore të tatohen, kështu që ka pasën direkt një impakt në xhepin e bujqëve, duke marrë parasysh që në ligjin e fundit ka qenë paraport që tokat cilat nuk punohen mund të tatohen, kurse ato që punohen mos të tatohen në mënyrë që bujqët të inkurajohen ta punojnë tokën. Këtë herë, domethënë, niveli qendror ka vendosur që pa marrë parasysh se apo punohen apo nuk punohen tokat, ato duhet të tatohen. Domethënë, ngritja e tatimit në pronë nga niveli qendror, pastaj tatimi në tokat bujqësore, mundësia e ngritjes rrymës elektrike për 15%, gjitha këto po ndikojnë në zhvillimin ekonomik lokal dhe në jetën e qytetarit, dhe Bordi i Asociacionit Komunave të Kosovës dje doli me një deklarat ku kërkon nga niveli qendror që të marrë parasysh këto shtrejtime, këto ngritje, cilat po i kushtojnë qytetarit të Republikës së Kosovës. Gjithçka ndikon në zhvillimin ekonomik lokal. Fatmirësisht, këtë vit, pasi që Asociacioni Komunave të Kosovës reagoi, niveli qendror mori vendim që ta pezullojë shkollën progresive të tatimit në pronë, ku në mënyrë të drejtë për drejtë fakturat e bizneseve do të ngriteshin deri në 3 herë apo 300%, mirë po kjo është pezulluar për momentin sepse mund të zbatohet vitin e ardhshëm. Po shpresojmë që niveli qendror gjatë këtij viti do ta amandamentojë ligjin për tatimin pronë dhe të kërkesat e kryetarëve të komunave të kanalizuara përmes asociacionit të mirën parasysh dhe fakturat qytetarëve të shkojnë ashtu siç i kanë shkuar para 3 vjeteve para rivlerësimit të pronës. Domethënë, për çdo ditë jeta e qytetarit është duke u vështirësuar kushtimisht për shkak të ngritjes së çmimeve, për shkak të inflacionit, tatimin pronë, tatimin në tokë bujqësore, tani edhe rryma elektrike, dhe gjitha këto brenga të qytetarëve spari po dëgjohen nga kryetarët e komunave që përmes Asociacionit Komunave të Kosovës kërkojnë që të mirën parasysh këto kërkesa. Çka është tjetër një kërkesë e komunave? Gjithmonë kur bëhen këso veprime, ku në drejt për drejt ndikojnë qytetarët e Republikës Kosovës dhe komunat e Republikës Kosovës në mënyrë të tërthort, të mirën parasysh kërkesat e komunave, kërkesat e kryetarëve të komunave, sepse edhe ata janë kushtimisht hisedar në këto procese. Pra, qytetari edhe njerë po riteksoj që spari për çdo ankesë shkon te kryetari i komunës, ku troket në derën e tij apo të saj te zaventës kryetarët në mënyrë që t'i adresojë këto probleme.